Ky emision mundësohet nga ISP Broadcast. Mirëmbrëma, shikues të nderuar, mirë se erdhët në emisionin e parë. Sonte kemi të ftuar publicistin dhe gazetarin e njohur Jusuf Bityqi, ku do të flasim lidhur me konstituimin e institucioneve. Nesër pritet të formohet apo thirrët është thirrur Kuvendi i Kosovës edhe të shohim se çfarë do të ndodhë. Përshëndetje zoti Bityqi, faleminderit që gjetet kohë të jeni pjesë e televizionit tonë. Përshëndetje dhe faleminderit për ftesën. Ashtu siç e paraqita në fillim të emisionit, nesër pritet konstituimi i Kuvendit. Si i keni po ngjarjet deri në këtë ditë? Ka pas shtyrje, ka pas ankesa, ka pas çështje të ndryshme, e më specifika ka qenë që Partia në Pushtet më shumë t'i ka bën ankesa në drejtim të keqpërdorimit që rezultoi që nuk ka qenë vetëm ka qenë shtyrje. Është interesante, po thuaj për herë të parë ndodh që pikërisht Partia në Pushtet të bëj këtë ankesë dhe të shtyjnë pa kufi konstituimin e institucioneve, ndodh se ka dalë fituese me apo pa rezultatet që ka pritur. Dhe dashte pa dashtë, presidentja si autoriteti kryesore e vendit e ka thirrë tashme seancën e parë konstituive të Kuvendit të Republikës së Kosovës për datën 15 prill, e cila pra nesër pritet të mbahet. Dhe siç dihet, sipas paralajmërimeve, në rend të parë do të jetë caktimi i atij komisionit që konstaton verifikimin e mandateve të deputetëve të Kuvendit të Republikës së Kosovës. Pastaj nisin me procedimin edhe me përcaktimin e kandidatit për kryetar të Kuvendit, kandidati i cili takon në radhë të parë sipas kushtetutë, vendimeve të kushtetues i takon partisë që ka fituar shumicën aktualisht. Dhe tash për tash ne nuk kemi pasë partia aktualisht që mban pushtetin në detyrë, nuk ka përcaktuar ndonjë kandidat, vetëm ka spekulime se ai do të jetë i njëjti kryetari aktual. Ka pas deklarata të deputetëve të cilët kanë nënshkruar në Kuvendin e Kosovës, edhe nga pushteti, edhe nga opozita deklarata të ndryshme, të ndryshme. Si i keni po këto deklarata ku brenda një subjekti politik, në këtë rast të vetë vendosës, një pjesë është deklaruar që i ka numrat, një pjesë kanë tregu, në krye me Mibuza Kusori Lilën, që ka thonë ende nuk i kemi siguruar numrat. Nga njëti subjekt, deklarata të ndryshme. Është e qartë se Partia në Pushtet apo lëvizja vetë vendose nuk i ka numrat për ta bërë qeverinë, madje as për ta konstituuar Kuvendin e Republikës së Kosovës pa një marrëveshje me ndonjë subjekt opozitar. Është e mirë që Partia në Pushtet nuk e fitoi këtë herë atë që e kërkonte, pra që ti bëj e vetme institucionet, sepse u pa gjatë mandatit 4 vjeçar të kësaj partie, të këtij koalicioni, ta quajmë koalicion sepse nuk ka koalicion, ajo është lëvizja vetëvendose me dy satelit cilët s'kan pas subjekt, sepse dihet vetëm nga lista Guxha kanë dalën një numër konsiderueshëm i deputetëve. Ata janë vetiu se aty të kanë fituar njerëz për shembull që s'kan absolutisht ndonjë ndikim, nuk kanë kontribuar asgjë gjatë mandatit. Përkundërzi kanë bërë dëm, përfshirë këtu edhe ministrin e jashtme, e cila vetëm sa i ka bërë dëm çështjes Kosovës, pra pa asnjë njohje. Merrem me mend, ndodh tash, po e përsëris këtë rast, ndodh në momentin kur s'ka qeveri, pra qeveria është në detyrë, ndodhi një njohje, dhe ajo jo merite e kësaj qeverie, po e dikujt tjetër. E para për ishte merite e Bexhet Pacullit, një njeri që ka qenë edhe president, dy njohje, nga Kenia edhe kjo tash e Sudanit, pra, që ndodhi me ndihmën apo me përkrahjen e Turqisë, respektivisht angazhimeve të presidentes së Republikës Kosovës. Dhe them, fati mirë që s'ka fituar atë që e kërkonte vetëvendose, sepse sikur sillet në stilin e një diktatori, pra një
një njeriu që ka qef gjithçka të ketë nën kontroll, pra fatkeqësisht i ka futur nën kontroll edhe shumë media, jo vetëm Radio Televizion e Kosovës, i cili është radio televizion publik, për cilin paguhem ne si qytetar taksa, po ka ndikim edhe në një pjesë të portaleve apo të televizioneve, agjencioneve. Zotë Vityqi, në bazë të asaj që kemi parë deri më tani, kemi parë një reagim nga prapë themi nga lëvizja vetëvendosje, që gjoja që lista serbe në krye me Radojqiqin po i bën presion minoriteteve jo serbe që të mos votojnë, edhe me pas është thirrur edhe Këshilli i Sigurisë. Në kuadër të saj kemi parë edhe takime me pakicat jo serbe në zyrën e kryeministrit, por që edhe aty dole që ju të gjithë janë për qeverisjen Kurti 3. Si keni po këto takime me pakicat jo minoritare, të minoriteteve jo serbe? Vërtet është shqetësuese. Në momentin kur kryeministri ynë, ose qeveria e lëvizjes vetëvendosje, thotë se për herë të parë kemi shtruar sovranitetin në gjitha territoret, në gjithë territorin e Republikës Kosovës, pra ka stabilitet edhe politikë edhe të sigurisë. Në anën tjetër ai akuzon edhe më tej Radojqiqin ose Serbinë se ka ndikim dhe pikërisht thotë këtë ndikim jo të lista serbe, po edhe të minoritetet jo serbe. Kjo është vërtet shqetësuese dhe do të thësha edhe është jo serioze. Kryeministri deklaron se ndikimi i qeverisë Serbisë ose i vetë presidentit serb Vučić edhe ka edhe të minoritetet jo serbe, pra edhe të turqit, të romët, të egjiptasit apo të bosnjakët, dhe ata tash hezitojnë ose kanë kërkesa megalomane, cilat absolutisht, unë them, absolutisht zot duhet të pranonim, sepse ata kanë asi kurzime që s'është edhe serioze, nuk kanë edhe kërkesa serioze, po vetë deklaratat apo veprimi jo serioz i kryeministit dhe vetë thirrja e Këshillit të Sigurisë në këtë moment kur ai është veç në detyrë dhe madje po thuaj edhe me injorimin e presidentes, sepse vetë fakti se e injoron kërkesën e presidentes që të hiqen taksat Amerikës nga qeveria, aty vrehet se është një hendek shumë i madh. Pra absolutisht nuk respekton institucionin e parë, sepse presidenti është njeriu i parë i vendit, jo kryeministri, sado që ekzekutivi ka rol shumë të rëndësishëm, por vetë ky injorim sado që dhe presidentja ja ka bërë argatin, po thuaj, mas paku 3 vite të qeverisës, ja ka bërë argatin, tamam e ka respektuar ashtu siç ka vepruar, edhe ajo ka nej paksi në hije të gjitha atyre. Si e mendoni, a do të ketë votat e minoriteteve jo serbe në mbështetje të qeverisë së Kurti 3? Edhe kolegët e mi, edhe analist në studio televizive thonë vazhdimisht se minoritetet jo serbe po thuaj asnjëherë nuk ta japin votën blanko. Pra edhe aty ka laramani. Nëse thot për shembull dikush që e ka shfrytzuar postin e zëvendës kryeministës, siç është rasti i Emilia Rexhepit, atëherë nuk do të thotë se edhe minoritetet e tjera, ajo është bosnjake, po edhe Duda Bali është e bosnjakëve. Por ajo deklaron ndryshe. Pra një njeri që ka shfrytzuar postin e zëvendës kryeministit ose një njeri i minoritetit egjiptas, me sa dijon është ai Elbert Krasniqi, ai flet ndryshe, ndërsa veton Berisha të njëjtit subjekt, komunitet e subjekt. Njëjtit komunitet deklaron ndryshe. Por absolutisht me këtë gjendje, me këto zhvillimet e fundit, unë shoh se as ata nuk i ka të qartë në vendimare. Pra nuk do t'i ketë edhe të subjektet shqiptare, pavarësisht nga spekullimet, duket se nuk do të ketë përkrahje. Edhe nëse do të qëndrojnë në sallë deputetet e opozitës, ma më rmendja se nesër do të dështoj zgjedhja e kryetarit. Kemi por në kodër të kësaj në përpjekje të konstituimit të kuvendit edhe institucioneve të reja një letër publike drejtuar Lidhjes Demokratike të Kosovës. Një letër që ka qenë pak më ndryshe në caktimin e 2 ose 3 datave, po ashtu 3-4 termineve kohore në orë, si e shihni këtë letër drejtuar LDK-s nga kryeministri në detyrë Albin Kurti. Me këtë do ta thësha një diçka që në Parlamentin e Republikës Kosovës e kemi dëgjuar vitin 24,
kur deputetja e cila po ashtu është zgjedhur edhe tash, Kanimit Musliu, i thot qartë kryeministit se i ka hangër gjitha qështjat. Nuk ka lënë qeshi pa hangër. Pra pavarësisht nga gjitha tu fyre që i ka bërë, gjitha tu, jo veç mashtrimet që u ka bërë qytetarve me atë propagandën populiste, me akuzat që i ka bërë për shembull ish drejtuesve të shtetit Kosovës, cilët sot janë në Hagë, edhe partive tjera cilat sot janë në opozit, ky ka bërë veprime tjera të mashtruese dhe fyse. I ka fyer partitë opozitare edhe në momentin që e po që është fitues i këtyre zgjedhjeve. Pra, në fushat mund të arsyetohen deri diku, por ditën kur dihet se është fitues i këtyre zgjedhjeve, jo në rezultatet që ka prit, por megjithatë është fitues me 42%, a i fyen edhe më tepër me atëlsi. Dhe unë po them hapur e kam përkrahur kraun e LDK-s, i cili ka refuzu edhe takimin me te. Pra çdo takim është... A ishte ftesë e sinqert, ka shi LDK-s? Absolutisht është e sinqert, sepse LDK ka përvojën më të hidhur të bashkëpunimit me lëvizjen vetëvendosje. Megjithatë, në përgjigjen e ftesës së Lidhjes Demokratike të Kosovës, ka qenë përgjigja, nëse mundëm të parafrazoj kështu. Nuk mundëm të qeverisëm me ata që na kanë quajtur hajvana ose hajvanate, nuk mund të qeverisë me ata të cilët na kanë quajtur anti-shqiptar ose partner i Vučićit, por a qëndron vetëm narrativi i përdorur nga kurti të jetë përgjigja, apo duhet të qëndron në atë që është thirrur opozita për 4 vite të tëra që po i bën dëm shtetit. Pse po harron nga partitë opozitare këto veprime 4 vjeçare, ndërsa po kapën me një narracion 2-3 fjalësh? Por nuk do thotë që i kanë harruar, ata i kanë përsëritur vazhdimisht ato veprimet negative të Albin Kurtit, të kreut aktual të qeverisë. I kanë përsëritur në Kuvendin e Republikës së Kosovës. Ndoshta edhe unë, edhe ju, edhe të tjerë, edhe gazetarë, edhe qytetarë, kanë mendime se do të duhej pak më të ashpër, do të ishte një sjellje ndryshe e partive opozitare. Po edhe ti thonin edhe diçka tjetër, sepse ai ka bën shumë veprime negative në këtë mandat. Por megjithatë veprimet e tij janë thënë haptas, sado që fushata e partive opozitare ka qenë shumë e kulturuar. Përjashtë një pjesë pra ta quajmë për shembull kreun e Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, i ka quajtur direkt njëri i Serbisë. Kemi dëgjuar deputetin e Lidhjes Demokratike të Kosovës për këtë po ndalën, për faktin që pse po ndalën tek narracioni e jo te veprimet, që deklaron pavarësisht kështu që nëse kemi një kërkimfalje, duhet ta mendojmë prapë. Nëse është puna e bashkëpunimit me kërkimfalje në narracion, në fjalë, atëherë është edhe kjo e sinqert karshi elektoratit të vet nga Lidhja Demokratike e Kosovës, ku për 4 vite kanë thënë që po dëmton Kosovën, po prish me armiqt, me miqt e jashtëm, po ashtu i ka bërë dëm në të gjitha fukshat. Kemi po reagimet të subjekteve opozitare, ndërsa tani me një kërkimfalje të 2 fjalëve mund të qeverisim prap apo mund të afrohem. Ka qenë një deklaratë e Anton Çunit. Ka mendime të tilla, po unë nuk i konsideroj serioze dhe duke ditur veprimet e tyre të mëhershme, përfshirë edhe Anton Çunin, si ish komandanti i Kosharës. Por janë 2 apo 3 deputet, ose edhe ish deputet, ose pretendent për me qenë deputet, që sikur i bëjnë këtu të i kalueshme. Nuk do të thotë se është aq e lehtë mi thonë, hajtë kërko falje se po t'i falim. Është diçka tjetër kjo. Po, kreu i LDK-s dhe shumica absolute e deputetëve të LDK-s këte nuk ja thonë. Por nuk e duan kërkimfaljen sepse e konsiderojnë një veprim të tij shumë të menduar, qartë dhe gjatë, sepse deklaratat e tij janë të jetë ekstreme. Edhe pse, nëse marrim parasysh opinionet e njerëzve që për hir të çështjes më madhore, për hir të zhvillimeve që na presin, posaçërisht pas fitores së presidentit Trump në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ndoshta do duhet të kurseheshim dhe të ndalim, pra, të thonim po mirë, edhe pa kërkimfalje të afroheshim, sepse ne kemi ditur të afrohemi për shembull edhe me Serbinë në dialog. Sepse vetë fakti se edhe kryeministri aktual
pa të thënë në akuzat për me ardhën pushtetit dhe mori pushtetin me ato akuza, me ato veprime mashtruese, me këtë atë propagandë populiste, se kjo qeveri ka bërë dëme, se kjo ka shkatru, se kjo ka bërë kështu, se kjo ka bërë dialog pa kërkim foljen e sërbisë të tjera. Të gjitha këtu ja kanë thonë qytetarë. Qytetarë ju ka besu në ato që kanë thonë që po i bën dëm Kosovës. Fatkeqësisht, ju vetëm 2021, por dhe 2025 22% e qytetarëve i besun këtij. Sada që unë po them jam i bindur që pjesa dërmuese e tyre nuk janë të vetëdijshëm ose janë qytetarë që nuk jetojnë me realitetin në Kosovë, sepse tishin ata të cilët janë të vetëdijshëm për domët që i ka bërë kryeministri ose qeveria aktuale me deklaratat, po them e budallavta, sepse të thonë deputetët e lëvizjes vetëndose se ne jemi shtet sovran dhe s'na intereson Amerika ose kush është në Amerikas e cilësojnë vetëm Grenellin, po edhe presidenti Trump e injorojnë. Ne po fokusohem tek pozicionimi i Lidhjes Demokratike të Kosovës. A prisni që të ketë pozicion më qartë? Për faktin që Lidhja Demokratike e Kosovës, kryetari i saj Lumir Abdigjiku ka dhënë një mendim parafërsisht kështu, që ne nuk jemi për bashkëpunim me kurtin kryeministër, ne nuk jemi për një qeverisje afatshkurtre, por ne jemi për me pas kryeministrin Lidhja Demokratike e Kosovës. Shihet këtu që edhe një tendencë, shpeshherë kemi pa që ka sulmu edhe kampin opozitor, pjesën tjetër, Partinë Demokratike të Kosovës, që duket që Lidhja Demokratike e Kosovës është pozicionuar për opozitë, apo do të ketë qëndrime të ndryshme në kohë. Unë e thash, fati mirë që lëvizja vetëvendose nuk i mori votat që i ka marrë me 2021. Po flasim për realitetin që ka ju. Fati keq tash po them që edhe opozita nuk i ka numrat për me e bën një qeveri që do të mund të jetë e qëndrueshme. Sepse bërja një qeveri me vetëm 61 deputet, përfshirë edhe minoritetet jo shqiptare, nuk t'jep shpresë se qeveria mund t'jetë jo afatgjate, po madje as deri në zgjedhjet kur do të duhet mu zgjedh presidentja, ose zgjedhjet të tetorit apo nëntorit kur planifikohet më bëjë zgjedhje lokale. Prandaj është pak problematike. Sada që deklaratat e kreut të LDK-s edhe unë disi befasohem. Në një anë thot nuk jam për me bashkëpunu me vetëvendosjen, po njëkohësisht sikur nuk jam edhe i disponuar që të bëjmë qeveri me opozitën, sepse konsiderojmë se nuk jemi aq qeveri e qëndrueshme, nuk do të mund bëjmë. Edhe pse ai ka pretenduar se do të hynte në koalicion me qeverinë e opozitës, me kusht që ta merr drejtimin e qeverisë dhe realizimin e atij projekti të cilin e ka. Kemi pas skenare të ndryshme në zgjedhjet e mëhershme për kuvendin e Kosovës, ku kategorikisht kanë deklaruar që janë kundër qeverisjes me një subjekt, konkretisht me Partinë Demokratike të Kosovës ose me lëvizjen vetëvendose, më pas i kemi po duke qeverisur bashkë. Me të dyja. A mund të kemi skenare të tilla të përsëritra? Fjala kur e kam parasysh se shpesh herë edhe kanë përsëritur njerëzit, mos thuj kur. Fjalën kur mos e thuj sepse nuk dihet. Edhe dije kam të qartë këta, jo një herë, por shumë herë kam dëgjuar atjes prej X deputetëve të LDK-s se nuk jemi për me bë koalicion qeverisës me Partinë Demokratike të Kosovës, por pa të bërë tani, jo një herë, por pa të bërë 2 herë. Pa e përfshi dhe herën e parë që kanë bërë koalicionin e parë me qeverisjen e Bajram Recepit. Po ashtu ka pas rase me ish-kryetarin e Lidhjes Demokratike Isa Mustafa. Kur edhe Fatme Sediu. Fatme Sediu dhe Isa Mustafa. Me lëvizjen vetëvendosje. Do të pyetoj që, a është kjo edhe një përqendrim i Lumir Abdigjikut ka shi mbajtjes së subjektit politik, sepse ka ndalë zëra të pakënaqurve brenda Lidhjes Demokratike të Kosovës. Edhe një forcim i liderit në këtë drejtim në brenda subjektit? Ky pozicionim? E kam parasysh se ka zëra të pakënaqur, por them qartë, duke pasur parasysh se shumicën e kuvendave i kam përcjell, qoftë si delegat
i atij subjekti, deri në fund të luftës në kuvendin e parë që është mbajt, sa ka qenë gjallë presidenti Rugova, por, po them, nga ajo që i kam pa zhvillimet, njerëzit që dalin tash edhe akuzojnë për ndonjë keqpërdorim, nuk e besoj se nesër me hyrë vota do të mund të sjellin rezultat ndryshe. Përfshirë këtu edhe është kryeministri Abdullah Hoti. Mund të ketë gabime, edhe ka gabime, për shembull largimi ose menjanimi i Agim Veliut, ish kreu të Podujevës ose ish ministrit të arsimit, ish ministrit të brendshëm. Ka pas ndikim, është shumë e vërtet. Por ju në këtë mos tash Abdullah Hoti ose Arben Gashi ose dikush tjetër që dalin do zëra se ka keqpërdorime. Kuvendin e ka mbajt kuvendin zgjedhor. Dhe tash kuvendet zgjedhore dihet se mbahen një herë në 4 vite. Ndërsa në 2 vite mbahen kuvendet e punës. Nëse ka ndonjë mundësi për ndryshim ose një kuoptim apo diçka me arsye ata, po megjithatë konsideroj se edhe Abdullah Hoti nuk është ai që do të mund të bënte ndonjë ndryshim. Në kuadër të këtyre bisedimeve ose opinioneve që po jipen, nënkuptohet çdo herë edhe presidenca, që në prillin e vitit të ardhshëm duhet të rizgjedhet apo zgjidhet një president. A mund të jetë ndonjë kalkulim në kuadër të lidhjes demokratike të Kosovës dhe lëvizjes vetëvendosje, që pas një viti të mund të zgjedhin edhe presidencën, apo mund të jetë ndonjë infiltrim edhe i presidentës në këtë drejtim? Unë e thash edhe po them edhe një herë, fjala kurrë sikur nuk do të duhej më përdor. Por pasu parasysh gjitha ato deklarime, gjitha ato fyrje që ka bërë për shembull për kreun e LDK-s, Albin Kurti, e ka thujt se gjithkush që spajtohet me veprimet e qeverisë ose me vendimet e qeverisë Kurti është me Serbinë, ngjashëm sikur Vučići, partner pra. Edhe kreu i kuvendit, mos harrojmë edhe vetë kreu i kuvendit ka thënë kush se voton vetëvendosjen është me Serbi. Këto deklarime sikur po i harrojnë ata, po këto i kanë thënë publikisht. Këto janë të incizuara. Fatmirësisht sot nuk e kem vetëm RTK-n edhe me i mbyll ato në arkiv. Sot i dëgjojmë, i shikojmë edhe të para 25 vjete, edhe të para luftës ka deklarata që po i shohim sot në arkive. Edhe në vitin 2021 kemi po përplasje mes lëvizjes vetëvendosje dhe lidhjes demokratike e Kosovës, por e kemi po lidhjen demokratike të Kosovës që ka qëndruar në sallë të kuvendit për të votuar presidenti Osmani. Po mund të përsëritet një skenari i tillë prapë. Mund të përsëritet për të qëndruar në sallë, ndoshta po them, edhe në momentin që do të zgjidhej kryetari i kuvendit. Sepse në vitin 2021 është vërtet kanë qëndruar, sepse sada që zgjedhjet u mbajtën pa e vendos Albin Kurtin në krye të listës për shkak pengesave që kishte nga vendimi i gjykatës, se ishte i dënuar nga gjykatat vendore, atëherë shihet se çdo zgjedhje tjetër nuk i favorizon partitë, asnjërin as tjetrën. Prandaj LDK atëherë neti në sallë nuk e votoi, por neti në sallë vetëm për me bë kurumin sepse edhe zgjedhjet tjera nuk e favorizonin, prandaj për ata veç sa mos më shkon zgjedhjet. Shumë pak e rëndësishme ishte a voton apo jo, fol qëndrimit në sallë u krijuan kushtet që të edhe nesër në kuvendin e Kosovës, nëse nuk rrin në sallë, kryetari i kuvendit dështon sepse ati i duhen në 2 veprime ose në 2 numërime ati duhen që të jenë në sallë 80 deputet, 2/3. Në votimin e tretë, sikur rasti i presidentit, zgjidhet me 61, nëse por qëndrimi do të duhej në momentin e parë dhe në momentin e dytë. Qëndrimet e qartë duket që ka pasur Partia Demokratike e Kosovës karshi koalicioneve. Si e shihni ju këtë? A mund të ketë skenare të afrimit të Partisë Demokratike të Kosovës me lëvizjen vetëvendosje, edhe pse deklarativisht Partia Demokratike e Kosovës është deklaruar që edhe nëse na japin postin e kryeministrit, ne nuk do të bëjmë koalicion. Po ashtu nga lëvizja vetëvendosje kemi parë që as ftesë nuk i ka dërguar. Si e shihni këtë? Vërtet është e çuditshme se sada që prej gabimeve që i ka bërë kryeministri do është të gjitha me ftu, jo vetëm LDK-n, është dashur me ftu gjitha subjektet. Tham përpara,
ai ka bërë gabime të pafalshme, por megjithatë do të duhet korrigjohej ose të kishte një këshilltar serioz, po duket se qeveria Kurti ose vetë kryeministri Kurti asnjëri nga këshilltarët nuk e ka serioz. Asnjëri nuk din më tepër se sa ai, apo veti ignorant, sado që pagun shumë të mëdha të mjeteve financiare për të mbajtur aty 30 e sa këshilltar, po asnjëri as tjetri nuk ndikojnë me e këshillu, me i thonë se ke bërë shumë gabime, prandaj s'është marrë si burrat, del kërko falje, thirrë edhe kreun e PDK-s, edhe kreun e LDK-s, edhe kreun e AK-s, edhe merruni sepse gabimet janë shumë të mëdha, po megjithatë për me vazhdu me pas institucione, sepse Kosovës ma tepër se kur i duhen ne vazhdimisht kemi thënë këto zgjedhje janë ma historike, po a përshë se për na shkon vazhdimisht kohat duke thënë janë historike. Problemi i Kosovës nuk është zgjidhur. A shese me Serbinë nuk e kemi zgjidhur problemin. A është pikërisht kjo çështje të cilët ndoshta edhe po heziton vetë Kurti që të krijon institucione. Po heziton ndoshta që të marrin përgjegjësi edhe partia që është pushtet edhe partitë opozitare. A mundet të më qenë edhe kjo? Është shumë e mundshme, edhe sikur do dalin ato opinionet ose spekullimet e analizëve në studio televizive se vetë edhe besa edhe ndonjë deklarim i vetë deputetëve të vetëvendosjes se qeveria Kurti do të stopoj edhe konstituimin institucion, sikur nuk është e interesuar të merr pushtet në këtë fazë që quhen ata delikate, sepse kanë parasysh se dialogun ta qesin në rend parë. Ky e ka injoru dialogun, po tani vetë u mor me dialog dhe as nuk i tha kërko falje Vučićit, po shkojnë dialog 10 herë shkojnë dialog pa i kërku falje. Pra, deklarimet e tina dolen jo serioze vazhdimisht. Edhe tash ka pretendime me zvarrit. Edhe konstituimin e këtyre institucioneve, edhe po në anën tjetër jam i bindur se ky dëshiron që opozita ta formoj një qeveri të cilën ky pretendon të ardhmen me e akuzu si që ka akuzu për shembull në vitin 20 në qeverinë e Abdullah Hutit se erxai qeverinë Kurti në momentet e pandemisë e problemeve tjera. Pra ka frikë me u ballafaqu direkt me ato probleme të cilat tash besohet se presidenti Trump do të jetë shumë më i ashpër, shumë pretendues për me zgjidhur problemin më shpejt, sepse nuk don që të jetë Kosova vazhdimisht vatare e krizave ose këtyre Është shihet ndoshta edhe një frikë nga kampi opozitar që nëse do të formojë një qeveri të përbashkët, mund të humbin elektorat. Pse është kjo frikë kur këto parti opozitare mund të punojnë drejt, mund të punojnë mirë, edhe elektorati edhe qytetarë sheh punën e mirë edhe vlerëson. Pse të kenë frikë që po rritet vetëvendosja kur punojnë mirë një qeveri tjetër? Edhe unë kam parasysh. 3 muaj, 5 muaj, mund të marrin vendime. Për shembull, kreu i PDK-s, respektivisht kandidati për kryeministër, Bedri Hamza ka propagandu se do t'i rrisë të ardhurat për shembull 50%. Ose pensionet. Tjetri ka kërkuar që t'i rrisë ta bëj atë masën e ngritjes së të ardhurave personale, sa ishte ajo e aktuale 1.25 apo koeficienti 1.25 apo 1.05 sa është, ai ka kërkuar me bën 1.25 për duket. E tash me apo mund me i bën këta, edhe kur i bëjnë punë të mira, kur bëjnë veprime të mira, kur ta kthejt besimin te amerikanit, te sponsoruesi i lirisë dhe i pavarësisë sonë, për te aleati kryesor i yni, ta kthejnë besimin e ta shohin sa është përkrahja, sepse për herë të parë ka ndodhur pas 25 apo 26 vite, Amerika me shiku me sy pozitiv Serbinë, ndërsa me sy negativ Kosovën. Pra, është tepër absurde. Një shtet që ka përkrah me lind ky shtet, Kosovën, e ka ndërtu edhe funksionalizu edhe ka shtet ndërtu edhe ja ka bën ushtrin edhe po ja forcon ushtri. Këtë ushtri që e ka Kosova e ka fal ndihmës së Amerikës. Ndoshta ku nuk pritej fare tek koalicioni AK nisma ndodhi një plasaritje. Deklarimi i zotit Limaj krijoi opinion. Krijoi jehur në të gjitha mediat që është i gatshëm të bisedon me Kurtin, u pa një plasaritje mes
partnerëve të koalicionit, sot ishte një deklaratë e zotit Haradinaj, bukur e ashpër, Karshi Limajt, i cili fitoi 3 deputet në kuadër të këtij koalicioni dhe në një farforme afrimi me zotin Kurti, e la jashtë loje zotin Haradinaj, si e shihni këtë? E marr këtë shkaku se Fatmir Limaj ishte jashtë pushtetit, pra. Nuk ishte jashtë parlamentit, ishte për 4 vite, ishte jashtë parlamentit. Edhe nëse do të konsiderohet si lëshim i kreut të nismës, është se ai nuk ka qenë në kuadër të partive opozitare në kuvend, për me i përfshi ato akuzat cilat i ka drejtu lëvizjeve të vendosur ose Albin Kurti në drejtë të tyre, dhe tash sikur e konsiderojnë veten më të paprekur, më të pasulmuar. Sadaçi në një deklaratë për opinion, tha anë kënd Kosovës kemi shkuar dhe kemi thënë po i bën dëm zoti Kurti Kosovës. Po, vërtet, ajo ka qenë vërtet në program, ashtu ka qenë edhe në çdo takim. Në fushat, ashtu ka qenë. Asnjëri as tjetri s'e deklaru se do të ndahen. Është e çuditshme. Po në parti politike ose në veprime politike, tham parës, fjala kurrë sikur nuk po shkojke, nuk ndonjëherë po deshke me frenu, me arsyetue gjithçka. E kemi këtë citat që e diskutuam më hollësisht gjatë bisedës sonë. Cilët janë skenarët që ju presni të ndodhin nga dita e nesme në formimin e institucioneve, cilat mund të jenë të papritrat, që mund të ndodhen, a mund të kemi ndonjë koalicion të madh, mund të kemi shtyrje të formimit të institucioneve deri tek zgjedhjet lokale që nuk janë edhe shumë larg, apo mund të kemi qeveri me 62-63 deputet, që mund të jetë e brisht në kohë pas kohë, që mund të rëzohet. E para qeveria e brisht, me 61 apo 62 deputet mund të formohet. Edhe ajo do të jetë zër. Nuk do të formohet shpejt. Do të shtyhet, mas pari do të shtyhet, sepse qeveria nuk mund zgjedh pa u zgjedh kryevi i kuvendit. Dhe tash, paralajmërimi për shembull i PDK se nuk do të jo me bashkëpunu, pas nuk do ta votoj kandidatin e VV-s për kryetar të kuvendit, shihet ata mund të mos qëndrojnë fare në sallë. Dhe tash, ndoshta edhe nëse kërkon kreu i LDK-s me qenë sallë 20 deputet, prap ka mundësi shumica prej tyre nuk e përfilin dhe mund të mos jenë sallë. Edhe aty nuk ka, zbesej që do të ketë kompakt si grup parlamentar. Edhe pakicat i kanë kërkesat tha megalomane, shumë të parasyshme, dhe tash dikush thot ma bën komunë Boshnjake, dikush ka një pretendim tjetër, dikush thot pse Elbert Krasniqi 4 vjet e unë mos bëna për shkak 1 vjet deputet, kështu që nuk shoh se do të ketë konstituim të shpejt. Po nuk e shoh të pamundur një koalicion të vogël të brisht. Po megjithatë është shumë e mundur edhe një koalicion më i madh me 24 deputetët e PDK-s dhe do të ishte koalicioni më i qëndrueshëm. E thani PDK. Mendoni që mund të ndodhë? Shumë e mundshme. Ku do të mbesin LDK është zgëny. Këta po presin më do të zgënjen, por PDK-ja është shumë e mundur edhe besoj se këta kanë përvoja se shka ka përjetu LDK-ja, po megjithatë jam shumë i bindur se kur e ka një përvojë më të gjatë edhe e shet dikon çfarë psimi ka pas, çfarë bashkëpunimi ka pas, sepse LDK vërtet ka bashkëpunuar me LVV-n edhe kur ishin në opozitë, atëherë kur ishte në pushtet, për shembull partia Vlani. Prandaj kanë konsideruar ata se do të mund të bashkëpunojnë, po se nuk ishte i sinqert ai bashkëpunim. E mendonin që një të ardhme, apo këta e thane që kanë përvojat edhe janë besoj që janë më të zhdërvjellët dhe nuk lejojnë, po ndoshta edhe vetë Kurti duke e po gabimin që e ka bërë, ndoshta do të ndryshoj, do të evoluoj. Edhe po them, koalicioni qëndrueshëm do ta përcaktojnë që tash pasi ta zgjedh kryetarin e kuvendit, pra me marrëveshje për me zgjedh kryetarin e kuvendit, tash a do të mirën vesh për shkak me kandidu kryetarin e kuvendit PDK-a, a do të mirën vesh kandidati i PDK-s me qenë kryetar i shtetit në periudhën kur i skadan mandati presidentës aktuale, kryesore pa një marrëveshje nuk ndodh. Duket një presion nga lëvizjeve të vendosja ka shi partive opozitare, ka shi deputetëve të partive opozitare, që nëse nuk formohemi institucione shkojmë në zgjedhje. Pse të friguhen deputetët e partive opozitare të shkojnë në zgjedhje,
ku dihet që ai që fiton ka përgjegjësinë të krijon institucione. Nuk e besoj se që kanë frikë, nuk e besoj Shihet që kanë presioni. frikë, po ka presion. Ka presion sepse ai pretendon ende me atë populizmin ende sepse ka një frym ende populistët e njerëzit që janë shumica e njerëzve, po thon për krahas vetëvendosjes duket se janë të pavetëdijshëm për gabimet që i ka bërë, sepse çdo jo koalicion, po çdo njeri, çdo subjekt politik, qoftë ai pozit apo opozit në Kosovë, nëse mendon se Kosova mundet pa Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ai e ka kot. Kjo është e kot, absolutisht. Asnjë qëndrim anti-amerikan nuk do duhet përkrahet. Shumica e antarëve të vetëvendosjes duket se këte nuk e kanë parasysh. Po ata as nuk kanë qenë luftë, as janë të gatshëm të luftojnë nesër, po tjetë rasti për luftë, po ata nuk i shohin veprimet negative që i ka shkaktuar në këte 4 vjeçar apo 5 vjeçar. Kemi parë më parë që faktori ndërkombëtar ka luajtur rol kyç në zgjidhjen e këtyre ngërçeve politike, që në realisht nuk mund të themi janë ngërçe sepse ende s'ka filluar procesi i konstituimit. A mund të kemi implikim të faktorit ndërkombëtar në kalimin e kësaj krize që mund të ndodhë? E shoh si handicap ende mos pasjen e ambasadorit amerikan në Kosovë. Promotori gjitha ambasadave, ju i këfintit për gjitha ambasadave në Kosovë ka qenë Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Është e çuditshme, Amerika ende nuk ka ambasador në Kosovë. Sikur e ka injoru, po unë e kam parasysh se vetë ignoranca e Albin Kurtit e kësaj qeverie me këto veprime, po shihet se na ka bërë domin shumë të madh edhe ata njëherë sikur po heshtin. Vetë fakti se ju vetëm Grenelli si emisar special tash i misionet veçanta në botë, si përfaqësues i presidentit Trump, po këta e kanë injoruar vetë presidentin Trump. Edhe shihet qartë, pa Amerikën nuk shoh zgjidhje të problemit. Vetëm një ambasador më duket ishte Rohne, gjerman, duket e dha një deklaratë të krijohen institucionet. Jo as britanikët ndonjë deklarim. Edhe një diçka që nuk përmendëm këtë rast, edhe që flitet edhe ka ndodhur edhe më parë, është peshkimi i deputetëve nga një subjekt në tjetrin. A mund të kemi kësi lloj peshkimi nga partitë opozitare, apo mund të ndodhë edhe ndonjë befasi nga partitë opozitare të bashkojnë deputet nga lëvizja vetëvendosje? Hiç nuk po shoh se heri. Hiç janë mundu me akuzu për shembull kosovare Morselin, janë mundu të dikon të LDK-s etj, po hiç nuk po shoh disponim për jashtë rastin e 3 deputetëve të nismës, të cilët mund të bashkangjitet. Po prapë po them, ajo është si koalicion, si koalicion, ajo është si koalicion, përndryshe nuk shoh as të LDK-a, as të PDK-a, as të antarët e Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës. A mendoni që nesër Kuvendi i Kosovës do të ketë kryetarin e ri apo të rizgjedhur të tij? Hiç nuk e besoj. Do të ketë zvarritje. Vetëm do të drejtohet seanca nga deputeti më i vjetër dhe deputeti më i ri që është Sale Ashari. Deputeti më i vjetër është një njerëz që për mendimin tim as do duhet të zgjidhim, sepse nuk dihet kontributi i tij absolutisht në 4 vjeçin e fundit. Vetëm sa kanë keq përdorë emrin e tij, kanë figurë përmes djalit të tij, kanë keq përdorë dhe Faleminderit që ndodhet opinionet mbetet të shihet nesër seanca parë e Kuvendit. Është ne të respekt, gjithë mirët. Ky emision mundësohet nga ISP Broadcast.